Arsyeja sepse ti nuk po humb dot peshë, ndoshta nuk është sepse po ha shumë ushqim, ose ndoshta nuk është arsyeja që nuk po bën mjaftueshëm aktivitet fizik, por ndodh diçka tjetër. Atëherë trupi jon gjatë ditës djeg vazhdimisht kalori për aktivitete që ne i bëjmë në përditshmëri, pa e ditur ne fare. Pra kur ecën, kur merr frymë, kur lëviz, kur mendon, kur je duke bërë një punë, kur merr shkallët e kështu me radhë. Pra njeri i shëndetshëm djeg mesatarisht 400 deri në 700 kalori ditore pa e kuptuar fare. Por çfarë ndodh? Në momentin që ti ke mungesë hekuri, atëherë mitokondria jote nuk arrin dot që të prodhojë mjaftueshëm ATP. Dhe kjo është shumë e nevojshme për energji. Dhe çfarë ndodh? Ti nuk ke mjaftueshëm energji dhe vetvetiu, jo sepse ti do, trupi fillon është më i lodhur dhe ti bën më pak aktivitet gjatë ditës, më pak ecje, fillon merr ashensorin, nuk merr shkallët dhe si përfundim trupi djeg më pak kalori. Dhe në këtë mënyrë ti përfundon që e ke të vështirë që të humbësh peshë. Kështu që çfarë duhet bësh? Duhet marrësh mjaftueshëm hekur gjatë ditës. Kështu që poshtë në përshkrim ke listën me ushqimet më të pasura me hekur që mund të konsumosh gjatë ditës dhe të fillosh të rregullosh dhe peshën.